Mirëdita të dashur miq. Ky është edicioni në gjuhën shqipe i Torino Web News. Ky edicion realizohet nga redaksia në gjuhë të huaj e portalit web komunal në Torino. Ky është viti i 6 për seksionet në gjuhë të huaj, të cilët u drejtohen kryesisht komuniteteve të emigrantëve më të shumtë në numër në territorin e qytetit të Torinos. Gjuhët e disponueshme deri tani janë gjuha rumune, arabe, shqipe, spanjolle, angleze dhe franceze. 5 vite më parë fillimisht u hap një seksion në gjuhën rumune, i cili për nga numri i vizitave dhe nga numri i faqeve të vizituara bëri të dallojë qartë me njëri interesi për këtë risi. Një vit më vonë, në 2006, redaksia e huaj u zgjuroi edhe me 2 operatorë të tjerë në brendësi të saj, atë të gjuhës arabe dhe shqipe, si dhe me operatorë të tjerë bashkëpunëtorë të jashtëm për faqet në gjuhën angleze, spanjolle dhe franceze. Faqet në gjuhën rumune, arabe dhe shqipe kanë linjat e tyre redaksionale të pavarura dhe mbajnë parasysh nevojat specifike dhe kulturore të komuniteteve të referimit. Ndërsa 3 gjuhët e tjera, anglisht, spanjisht dhe frëngjisht, përkthejnë materiale nga seksioni në italisht i portalit web të qytetit. Nëse i flet një personi në një gjuhë që ai kupton, atëherë arrin në mendjen e tij. Por nëse i flet në gjuhën mëm, atëherë arrin në zemrën e tij. Kjo thënie e Nelson Mandelës është edhe motoja e këtyre faqeve dhe e filozofisë në bazë të kësaj nisme. Këtë të diel, 7 shkurt, në qytetin e Torinës do të ndalohet qarkullimi dhe kalimi të gjithë ato mjeteve nga ora 10 deri në orën 18. Ky vendim u mor sot në mëngjes nga i ngarkuari komunal për çështjet e ambientit Roberto Tricarico. Bllokimi i trafikut vjen si masë parandaluese kundër përqendrimit të lartë të plurave të imta të shquajtura PM10. Regjistruar kjo nga 5 centralet monitoruese të vendosura në territorin torinez. Një bllokim i tillë i trafikut mund të vendoset edhe nga komunet e tjera të provincës në Torino, nëse kryebashkiakët e tyre do të pranojnë ftesën e bërë nga i ngarkuari provincial për ambientin Roberto Ronco. Ndërkohë, njoftohemi nga shërbimi i transportit torinez GTT se ditën e diel do të mund të përdoren mjetet publike me një bilet të vetme, e cila vlen gjatë gjithë ditës së diel. Una civiltà sospesa tra Oriente e Occidente, tra bazar e antichi monumenti classici, con una natura affascinante, con costumi ancestrali, con una lingua unica e antica, una storia millenaria, sotto l'influenza di 1000 culture e di diverse religioni. Sot në mbrëmje, në datë 5 shkurt në orën 20, në sallën e konferencave të Galerisë së Arteve Moderne në Corso Galileo Ferraris 30 në Torino, shoqata Officina della Storia dhe Federata e Shoqatave Shqiptare, Italo-Shqiptare dhe Arbëresh të Piemontit prezantojnë për herë të parë në Torino dokumentarin Shqipëria, vendi i përballë. Dokumentari i parë mbi historinë e Shqipërisë nga pavarësia deri në rënien e komunizmit. Në takim do të marrin pjesë autori i filmit Roland Seiko, gazetar dhe dokumentarist, gjithashtu dhe drejtor për më shumë se 10 vitesh i Bota Shqiptare, gazetës së Bashkisë Shqiptare në Itali. Në takim është parashikuar të marrin pjesë gjithashtu edhe deputet të Parlamentit Italian, si Francesco Rutelli, Marco Calgaro, Bruno Tabacci dhe Gianni Vernetti. Gjithashtu merr pjesë edhe Raffaele D'Amato, ekspert i historisë dhe arkeologjisë ballkanike. Takimi do të drejtohet nga Benko Gjata, gazetar dhe korrespondent i akredituar i Agjencisë Telegrafike Shqiptare në Itali. Kjo veprimtari e zhvilluar në kujdesin e parlamentarit italian Marco Calgaro përfaqëson takimin e radhës të një cikli që synon të valorizojë pasurinë kulturore të bashkësive të huaja të pranishme në Torino. Duke uruar një fundjavë të mbar, po e mbyllim këtë edicion nga studiot e Torino Web News dhe për më tepër informacion mbi Torinon, komunitetin shqiptar këtu dhe lajmet e fundit nga territori, ju ftojmë të klikoni në adresën që shikoni këtu poshtë.